Në Kuvendin e Shqipërisë ka mbërritur raporti vjetor i qeverisë lidhur me ecurinë e procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bashkuar këtu dhe raporti i 3 muajve të parë të vitit 2026. Ajo që duhet t'ua themi me shumë krenari shqiptarëve, nuk është shpresa apo mallkimet e atyre që për ditë mundohen thonë që negociatat kanë ngecur, që Shqipëria është bllokuar, është fakt nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian dhe nga Këshilli Evropian, nga të treja institucionet europiane, se Shqipëria sot ka përmbushur të gjitha detyrimet që vinë nga procesi i antarësimit të Shqipërisë son të përbashkët në Bashkimin Evropian, të gjitha piketat e ndërmjetme, detyrimet që kishte Shqipëria sipas raportit të Komisionit Evropian janë përmbushur. Ka një procedurë që të gjithë e dimë, e cila nga Komisioni kalon tek Këshilli, nga Këshilli te vendet anëtare, dhe një gjë është e sigurt që brenda fundit të majit apo fillimit të qershorit, sikurse u komunikua dje nga komisionera Kos dhe dje nga zëvendës presidentja dhe komisionerja e lartë Kaja Kallas, se pritshmëria e Shqipërisë për të përmbyllur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 është shumë realiste. Madje po citoj këtu komisionerën Kallas, e cila tha që Shqipëria bashkë me Malin e Zi duhet të bëhen gati për të marrë pjesë në zgjedhjet europiane të vitit 2029. Ky është fakt.